puna që ban. Kuptoj. Sa po më the që ke trajnu më shumë se 30.000 vetë. Po, Besoj shumica janë lider, a? pjesa më e madhe. Lider, lin apo bash, sepse ti ke mësu aftësi për me u bë lider. Po, çka ke vurë ti? Për mu, një lider është një njeri që vendos me dal nga aty ku është, me marrë një iniciativë dhe i herë merr vetëm iniciativën dhe masanejna është një njeri që din me zgjill situata dhe atë iniciativë për me zgjill atë situata e merr edhe me tjerët e para. Ka disa lloje kategorish liderash. Unë mendoj që një lider mund të bëhet kushdo, mjafton me dasht mu bë lider. Masanejna a je lider empatik. Pra a je lider që kupton tjerët, se je, po themi unë kam qenë gjithmonë ai lideri që nuk kam mujt me të thënë ty ban kështu se them unë. Unë jam ul bashkë me ty edhe kam bë punën. Kena pasi vështirësi, unë jam ai lideri që kam najt edhe 3 ditë, se kam shembull shoqër zotit se kur punon me njerëz ti s'mundesh të thoni gjë për i tjetër. Po. Unë kam shembull që kena najt edhe 3 ditë në zyrë me djemtë me vajzat që kena pas probleme. Kena najt në zyrë 72 orë pa fjet, me po unë kam najt aty. Unë nuk kam kanë kur tipike atij lideri që ja çuka ik. Ka liderët e tjerë që orientojnë sepse janë shumë të organizuar, s'ka nevojë fare me punu, i kam njoftë edhe këta, nuk ka nevojë me bë shumë punë. Ndërtoni sistem, fut sistemin lojë, njerëzit punojnë, ai drejton, është okay. Pra, nuk mendoj që leadershipi janë shumë marketing këta a lina bahesh. Mendoj që çdo njeri mund të më bëj lider në atë fushën e vet, ti je lideri tash në këtë drejtim që e ke nis. Kështu që ka njerëz që të njëjkin, përse ka njerëz që të njëjkin, ti je lider në atë fushë. Po. Si lider, a është më mirë me kanë spontan, kreativ të ankohen në moment, apo është më mirë me ndërtu sisteme? Nuk ka një të mirë apo një të keqe, ka e gjatë që funksionon. Dhe më thonë, në qoftë se aja që ti ke është, dhe më thonë, edhe si është puna, nuk ka nevojë me shpik ujin e nxehtë. Ujin e nxehtë e kanë shpik tjertë. Ne është e nevojshme me kapi gjatë që na e ndjejmë që duhet me e ba, sepse një shumë ndjen zemra mu po themi ne, dhe unë e mendoj që për një atë punë jam e mirë, mundet me kanë edhe copy paste i dikujt tjetër. Kena lidera që kopjojnë modelet e trajnimit të një lideri të mallbotnor. Po fakti që ai e ban mirë, edhe motivon njerëz tjerë, për mua është okay. Dhe kështu që nuk të më thon asgjë. Nëse ti jep rezultat, jepi. Bane. Sa më shumë njerëz që janë të bëjë gjëra për mirë, edhe për rezultat, edhe ndikojnë jetë njerëzish, unë i përqafoj, është perfekt. Super. Ariodit, çfarë t'jep satisfaksion? Në fund ditës kur shkon në shtëpi, ulesh në divan, edhe ke moment me vedin, je vetëm ti. Çfarë është një ditë e mirë për ty? Një ditë e mirë është me më shoqëru në mënyrë të vazhdueshme qetësia. Pra, edhe në qoftë se mund të kem ujnë të turbullta, unë, si e thojmë në Shkodër, shpirtin e du të qetë. Nuk e du të shqetësum. Që të me thonë me dash qetë, është kur ti ke arrit me gjetë rrugën tënde, çfarëdo lloj situatesh mund të kesh në sipërfaqe, uji i detit në sipërfaqe mundet me kanë edhe i turbullum, ka herë mundesh edhe me turbullu vetë, se një ashtu duhet, se si lider apo si sipërmarrës, të duhet ka herë me ballën ai skin turbullinash, por mjafton që në shpirt me kanë qetë, edhe kja për mua është baza që duhet me pas secili prej nesh. Një ditë e mirë apo një masdite e mirë është në shtëpi time me fëmijët e mi, qësa ata janë të lujt, unë jam të e pi god vend bardh mundësisht. Okej. Edhe ose një shoqëri e mirë masdite, nuk është e njihem për shumë shoqëni të ngushtë, shumë pak kam me gishta, por ma ata mohabet, nuk është se kam shumë pretendime. Thjesht qetësi, miq, god vend, mohabet, muzikë e mirë po mujtë. Po.